të çdo zhvillimi të mundshëm minut pas minuti, ndërsa do të jem me kolegun Sokol Lema në këtë çast për të mësuar edhe masat e sigurisë në raport me mbarvajtjen e kësaj proteste. Sokol, fjala për ty. Po, në fakt, është një protestë e cila pothuajse është tradicionale tashmë për nga ana organizimit, nga ana policisë së Tiranës, sigurisht që krerët më të lartë, zëvendës drejtori për rendin dhe sigurinë në policinë e shtetit, pra në drejtorinë e përgjithshme Dimitraj Ziu dhe drejtori i policisë Tiranës, Elton Alushi, janë në krye, duhet thënë, të protestës për gjatë ditës së sotme, teksa rreth 1350 efektiv janë të angazhuar sigurisht të llojeve të ndryshme pra në protestën e ditës së sotme. Pjesa më e madhe të cilëve janë forcat e rendit, por nuk mungojnë edhe forcat e tjera nga shqiponja, forcat kombëtare të sigurisë, të cilat do të jenë të angazhuara gjithmonë nëse do të jetë e nevojshme pra për tu përdorur për gjatë protestës së ditës së sotme. Patjetër që ka një numër të konsiderueshëm edhe zjarrfiksish, është momenti pra në këtë moment që po flasim janë forcat policisë të cilët po ridrejtohen pra për të ndërtuar, nëse mund ta themi në këtë mënyrë, atë kordonin policori i cili ka qenë tradicionalisht pra përpara pasekurave pra të vendosura më herët nga ana e policisë së shtetit. Masa patjetër që janë ndërmarrë sa i përket godinës së kryeministrisë, pjesa e përparme pra e derës kryesore është blinduar nga ana e policisë dhe të gjithë organizatorëve të cilët janë pra për ruajtjen e rendit të sigurisë, teksa patjetër po analizohen të gjitha informacionet që mund të vinë pra në kohë reale nga ana e policisë shtetit në lidhje me persona apo individë të cilët mund të kenë pra parregullsi për gjatë protestës së ditës së sotme. Në fokus kryesor patjetër që janë zjarrfikës të cilët janë të pranishëm në synimin për të fikur pra bomba molotov që besohet se edhe për gjatë protestës së ditës së sotme do të hidhen në drejtim të godinës së kryeministrisë, por në shpresën që nuk do të ketë të lënduar nga forcat e rendit apo qoftë edhe protestues të cilët do të jenë pra të pranishëm për gjatë ditës së sotme. Në kuadër të këtyre masave, patjetër që bulevardi Dëshmorët e Kombit tashmë prej më shumë se 2 orësh është i bllokuar pra që në afërsi të Hotel Rogler deri në afërsi të urës së Lanës, ndërsa nga ana tjetër rrugët të cilat e lidhin pra bulevardin Dëshmorët e Kombit me rrugën në afërsi të radio televizionit shqiptar dhe në rrugët e bllokut kanë qenë pothuajse nuk janë lejuar pra parkimet që prej mbrëmjes së djeshme, kjo në kuadër të masave të ndërmarra pra nga policia për të garantuar rendin dhe sigurinë, të cilat patjetër do të shihen në vijim se çfarë skenari ka planifikuar pra Partia Demokratike për gjatë zhvillimit të protestës në orëve në vijim. Sokol, shohim tek godina e kryeministrisë të paktën dhe nga pjesa e sipërme që ka një monitorim të shtuar. Kjo është në kuadër të masave të zakonshme që merren apo ka ndonjë skenar alternativ të mësuar ndoshta me pikpyetje edhe nga ana e forcave të policisë? Në fakt, po të referohemi krahasimit në protestat e kaluara, jemi pothuajse si në herën në muajin dhjetor pra që u bë protesta kombëtare. Pak a shumë policia në këto numra ka qenë e angazhuar në lidhje me forcat e rendit, forcat shqiponja apo forcat e tjera të cilat angazhohen vetëm nëse do të jetë e nevojshme. Sigurisht që inteligjenca policore përpiqet për të kuptuar apo për të marrë informacione mbi personazhe të cilët mund të tentojnë pra për të hedhur molotov dhe patjetër roli i policisë është për të ndaluar, megjithatë në masat e deri tanishme konsiderohet se janë pak a shumë të ngjashme si në protestat e kaluara. Gjithsesi pritet vetëm skenari tjetër i mundshëm çfarë mund të bëhet nga ana e organizatorëve të protestës. Sokol, shoh në fakt nga pamjet që përcjellim live në ekranin e Report TV, forcat policisë të cilat duken më të shumta në numër, kam ndjekur pothuajse pjesën më të madhe të protestave të Partisë Demokratike dhe di shumë mirë që në radhë të parë në disa prej protestave që mund të ishin njoftuar si paqësor apo që kanë pasur mesazhe të tilla që nga liderët në kohën që janë njoftuar, që kordonët e parë të policisë kanë qenë edhe vajza dhe gra, që kanë qenë vetëm me uniformat e tyre, ndërsa në pamjet që ne përcjellim tani janë të pajisur kordoni i parë i mbrojtjes pra tek pjesa e metalike me skafandra. Do të thotë që policia ka marrë informacione për një skenar më të dhunshëm se ato që kemi parë deri më tani të paktën muajt e fundit?
Se ndryshe pse nuk do të ishin vetëm Në fakt, diskursi politik i ditëve të fundit ka qenë diskursi politik i ditëve të fundit ka qenë më i fortë, ndoshta në krahasim me protestën e muajit dhjetor për të organizuar nga ana e Partisë Demokratike dhe nisur nga deklaratat, por edhe informacionet të cilet ka policia pritet të ketë të paktën një agresivitet më të madh se sa protesta e muajit dhjetor. Sigurisht, në protestën e shkuar ka patur disa efektiv policie që kanë mbetur të lënduar apo të plagosur për hedhjes së sendeve të forta, kryesisht të gurve, por edhe të molotovëve, çfarë ka shkaktuar edhe djegje. Policia në fakt nuk do që të ripërsëritet i njëjti gabim sa i përket dëmeve që mund shkaktohen pra nga ana hedhjes së sendeve të tilla dhe për këtë arsye janë pajisur pra pothuajse të gjithë efektivët e policisë që janë tashmë në kordonin kryesor pranë kangjallave që janë vendosur që më herët në mënyrë që të shmangin raste të tilla. Pritet që të ketë një agresivitet më të shtuar se sa protesta tjetër, gjithsesi kjo është patjetër në kuadër të skenarit që është përgatitur dhe nëse realisht do të ndodhë diçka e tillë. Megjithatë, policia nuk do të bëj apo nuk do të kryejë të njëjtin gabim që pak a shumë mund të jetë bërë herën e kaluar dhe mund të kenë qenë të zbuluar pra efektiv të ndryshëm të forcave të rendit, të cilët përitës e vërtetës janë dëmtuar dhe një pjesë e tyre kanë patur goxha dëme nga ana e sendeve të forta, por edhe të molotovëve të hedhur nga ana e protestuesve. Fillimisht tentohet një gjë e tillë të mos ndodhë, pra të mos dëmtohen efektivet e policisë dhe patjetër pjesa tjetër pra për të ruajtur rendin dhe sigurinë dhe sigurisht edhe goditjen e kryeministrisë, e cila edhe në këtë protestë të ditës së sotme pritet të jetë pika kyçe pra apo kryesore me shumë mundësi me një skenar minimalisht pak të hedhjes së molotovëve, por që pritet të shihet në vim se çfarë kemi një afat final për protestën Sokol? Të orarit kemi një afat final? Partia Demokratike ka dërguar një shkresë në policinë e Tiranës që i referohet vetëm një fillimi pra të protestës dhe vendit ku do mbahet. Në orën 17 pranë kryeministrisë, por në këtë shkresë zyrtarisht të paktën nuk ka një orar të përcaktuar se kur pritet të përfundojë protesta dhe kjo është e konfirmuar nga burime brenda policisë së Tiranës të paktën që ka komunikuar. Pra kemi një protestë pa limit kohor. Policia është përgatitur për një skenar që mund të jetë vazhdimsie në protestë? Nuk ka një limit kohor, policia e sheh mundësinë që mund të zgjasë disa orë më tepër, megjithatë burime të ndryshme japin alternativa të ndryshme se çfarë mund të ndodhë apo se sa mund të zgjasë protesta. Ka disa informacione që thonë që mund të zgjasë vetëm 2 apo 3 orë. Megjithatë, kjo pritet të shihet pavarësisht se policia i kanë ndërmarrë masat për ta ndjekur një tubim të tillë deri në përfundim të tij. Nëse tubimi do të zgjasë, apo supozojmë edhe gjithë natën policia do të jetë detyruar për ta ndjekur deri në fund për shkak të aktivitetit që mund të ketë apo numrit të personave dhe protestuesve që do të jenë të angazhuar, sepse duhet të thënë që kjo është një protestë kombëtare dhe nuk krahasohet ndoshta me foltoret që bën çdo javë Partia Demokratike dhe në kushte të tilla patjetër që policia do të jetë e detyruar do apo nuk do të jetë e pranishme për të ruajtur rendin dhe sigurinë derisa të gjithë protestuesit të shpërndahen nga sheshi kryesor apo nga bulevardi të Shporit të Kombit dhe mbi. Qartë, ndërkohë që ne do të vjojmë të qëndrojmë me pamjet të drejt për drejta nga bulevardi në njërin krahun, në krahun tjetër do të shohim se çfarë po ndodh në stelinë e Partisë Demokratike atje ku në fakt na pret në këtë çast kolega Daniela Maloku. Daniela, jemi së bashku, nuk e di nëse ka mbërritur zoti Berisha në Seli, ç'është situata aty?